Në moton Ecim për autizmin, u zhvillua një marshim sensibilizues ku morën pjesë institucione, qendra rezidenciale të përkujdesit, arsimtar, prindër dhe qytetar me mbështetjen e Bashkisë Shkodër. Përfaqësues të Bashkisë Shkodër dhe Zyres Vendore të Arsimit përsollen mesazhe të forta mbi rolin e institucioneve dhe rëndësinë e bashkëpunimit me shoqërinë për të qenë sa më pranë familjeve dhe fëmijëve me autizëm, duke mbështetur integrimin dhe shkollimin e tyre. Ne aktivitetet dhe punën tonë kemi të përditshme, por sot është një ditë dedikuar juve dhe familjeve tuaja. Ndaj jemi bashk për të mbështetur njëri tjetrin në mënyrë institucionale dhe aq më fort edukatorët, kujdestarët, mësuesit, në mënyrë të veçantë prindërit të këtyre fëmijëve, të cilët i kanë dedikuar jetën. Këto fëmijë duhet të jenë të gjithë përfshirë. Edhe kur them duhet të jenë tashmë janë, sepse studiojnë dhe të njëjtat shkolla me të gjithë fëmijët e tjerë, pra nuk trajtohen ndryshe, nuk trajtohen me cilësi të veçanta. Ato janë njësoj si të tjerët. Ne duhet bëjmë përpjekje që ta shohim botën ashtu siç ato e shohin. Ajo çka është luftë për të gjithë ne, është që këto fëmijë me i nxjerr nga izolimi dhe me i bë qytetar njësoj si të gjithë nxënësit e tjerë që ne kena në institucionet tona arsimore. Kena bë shumë, po kena akoma edhe shumë rrugë për të bë. Stigma tashmë i kena hedh poshtë, kena goxha punë me punu me familje që vazhdojnë me pas probleme me të pranuarin e një fëmije me spektrin autik, por ndërkohë ne si institucione arsimore na del punë me i ofru gjithë përfshirjen, që ato me undi rehat në ato institucione ku mësojnë, por ama me undi edhe të barabartë me të gjithë shokët dhe shoqet ku ato mësojnë edhe edukohen. Kjo ditë është një mundësi për me reflektu mbi atë çfarë mund të bëjmë për me kriju një botë më të mirë dhe më pranuese ku ka vend për çdo, e ku fokusi nuk është eliminimi i diversitetit mendjeve, por kuptimi dhe pranimi. Me pankarta sensibilizuese në duar, fëmijët dhe prindërit përcollen mesazhin se autizmi flet, por ka nevojë për përkrahje. Dita botërore e autizmit ka si synim të rrisë ndërgjegjësimin dhe edukimin mbi çrregullimet e spektrit të autizmit, si dhe të përmirësojë cilësinë e jetës së këtyre fëmijëve.